طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazëni të nderuar, pas një shkëputje një mujore për shkak të disa aktiviteteve që kemi pasur dhe disa temave që i kemi trajtuar që kanë të bëjnë me Ramazanin, sonte pikthemi librit inshallahu taala Zadul Maadi Ibn Qayyim al-Jawziyut, mjekësia pejgamberit alayhis salatu wassalam, në dersin para Ramazanit, ka qenë dersi i fundit rreth murtajes edhe rreth karantinimit. Për dhe një karantinimi, që nëse me një vend caktuar bjerë një smundje infektive, atëherë duhet njerëzit që janë brenda atij vendi s'duhet me dalë dhe të tjerët s'duhet me hinë atë vend. Kështu është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu, me një rast thuhet që një delegacion kur ka qenë smut, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam s'ia ka dhënë dorën. Sot mjekët thonë që kur ka smundje infektive mos ia dhënë dorën apo mos mu taku. Kështu që këto rrjedhin krejt prej ne i kemi veç tek tek burimet fetare. Sonte me lenin Allah subhanahu wa taala do të flasim për smundjet e edemës edhe për kupat, për hijamën. Smundjet e edemës çka janë? Edem është një lloj lëngu, domethënë apo ajtje që bëhet. Kur të ajën kont, quhet edem. Apo domethënë ç'kjo ka të bëjë me do të thotë me lëngjet në trup që mbushet trupi me lëngje, dhe kjo quhet edem. Me një hadith thuhet në dy sahihet, nga hadithi i Anas ibn Malikut, thotë te pejgamberi alayhis salam ka një delegacion. Edhe thotë kur hyn në Medinë ky delegacion u smurën. Edhe thotë nga klima e saj. Pastaj shkuan te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhis salam u tha: "Shkoni te devet." Edhe thotë çka? Pini prej qumshtit dhe urinës së saj. Pini prej qumshtit të deves edhe urinës së saj. Pastaj tha, dhe ata ashtu vepruan, por pasi u shëruan, ata çka bën? Subhanallah. Muhamedi alayhis salam, shkunte Muhamedi alayhis salam, ishin të sëmur, kërkuan që më ju tregu si mu kuru, si mu shëru, i kallzoi Muhamedi alayhis salam, me shkute devet, me marë qumsht, me përdor urinën e deves, e cila është e pastër urina e deves, apo është e pastër, edhe disa prej shkencëtarëve e kanë vërtetuar se është e pastër, disa jo musliman kanë thonë që mund të ketë disa bakteri të ndryshme, apo el muhim na e kemi shpalljen. Na më shumë i besojmë shpalljes se sa disa hulumtimeve mjekësore. Allah ale, po, normalisht edhe ajo ka mundësi. Po. Domethënë po themi që urina e deves edhe qumshti i deves janë të lejuara në Islam dhe nuk ka ndalesë. Nuk ka ndalesë. Sado që shkencëtarët mundohen me fol kundër urinës së deves, na e kemi shpalljen. Na i besojmë atij më shumë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ai nuk fol nga vetvetja, po çka i shpallet. Ati ju ka shpati që kjo është e lejume. Ai e din më mirë krijuesi absolut për ty e për mu. Çka komune kur kom tekst qartë me shku me pyet dikonin, i cili bën hulumtim dhe vjen me një përfundim që thot lejohet, s'lejohet, ka infeksione, s'ka infeksione. Përkundër asaj që ata e bëjnë, mundin intelektual e bëjnë mirë, por na i besojmë shpalljes para çdo kujt tjetër. Dhe kjo nuk ka lëdon që ti mos me bëj hulumtime, apo se feja të nxit me bëj hulumtime. Mirë, por çka bën këta? Subhanallah, kërkon pe pejgamberit alayhis salam shërim, më thon kurim, terapi, i dhash tha shko përdorne, a di çka bën tha? Me këtë veprim ata vepruan, pasi u shëruan, ju vërsulën bariut e vron edhe i vodhën devet. Çu njëri që shoh subhanallah. Muhamedi alayhis salam tha shkoni te devet, merrni qumsht, merrni urinë. Ata çka bën? U shnoshën, edhe shkun e vran bariun, edhe në fund i prejten, i bonën, i masakrun këta, domethënë bariun, po edhe i morën devet, i vjedhën devet, apo.
Pastaj thot me këtë veprim ata i hapën luftë Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam dërgoi skuadra në ndjekje të tyre. Secili shtet kur e vret një person, kur vjedh, normalisht që ka me shku edhe me zonë, apo? Është normale kjo. Edhe shariati që ashtu e parapon, e parasheh. Thot çka? Dërgoi skuadra, thot ata i kapën edhe ja prejtën duart. Kjo skuadra i kopi ata dhe ja prejti duart dhe thot domethën këmbët edhe gjithë ato, domethën organet që i kishin dhe i lënë në diell përvelues të shkretirës derisa vdiqën. Ky është dënimi i Allahut subhanahu wa taala, ekzekutimi që e bën do thot feja islame. Ti po shkon pja vjedh njerit devet, ti po shkon pe mbyt me masakron. E çuçi ki masakru, çashtu edhe ti masakrohesh. Më thonë qysh e mbysish çashtu, sepse ajeti kuranor është thotë që vjedhësit dhe vjedhësës prejani dorën do thotë prejani duart, aty do më thonë sepse ajo dorë që vjedh është e smut. Dhe ajo dorë duhet më prej, normalisht çdo herë kemi thonë, nuk mirët ligji në dorë, këto e bën shariati kur nuk ka shariat, nuk ka përgjithësi robi, apo. Pastaj thot dëshmia që tregon se ata u smurën me edem, është hadithi që sjell Muslimi, thot kur hyn në Medinë, na u fry barki, thot. Na u ka fry barki prej edemës, apo. Edhe thot filluam të ndjem plogështi, dobësi dhe lodhje të përgjithshme gjymtyrët tona në gjymtyrët tona. Dhe për atë arsye shkuan te pejgamberi alayhis salam edhe kërkuan do thot atë kurimin, apo. Edema është një smundje fizike që ndodh kur një substancë e ftoft ndërfutet në organet e jashtme të trupit dhe organet të tjera, përveç atyre tretëse, duke shkaktuar një ajtje apo një fryrje. Dhe subhanallahu për këtë fryrje, për këtë edem, kurimi, terapioni është qumshti i devës edhe urina. Sepse devja han gjëra të ndryshme, të pastërta, nuk është sikur mishi i derrit, që e han edhe fushnjën e vet, apo për atë arsye edhe ndalohet me hongër, sepse han gjëra të fllëçta. Bile, pejgamberi alayhis salam ka thonë edhe për pulën, nuk lejohet me e pre derisa ta merr në shtëpi, 3 ditë e lën me hongër ushqim ti që jep që mu pastruaj. Sepse mund të haj gjëra të ndryshme që ty mundet me shkaktu dome pastaj, apo. Ka mendu Muhamedi alayhis salam dhe Allahu subhanahu normalisht për robërit e Allahut subhanahu wa taala. Për kurimin e kësaj smundje ndihmojnë bimët që kryesisht përdoren për largimin e ekuilibruar të lëngjeve të organizmit të tepërta nëpërmjet urinës apo rrugëve të tjera. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam urdhëroi me pi urinën e devës edhe qumshtin siç tham, dhe sepse këto lëngje përmbajnë të tilla veti kuruese, sidomos kur devja është në kohën e mbarsjes, domethënë kur është në kohën e mbarsjes. Cilësia e qumshtit të devës siguron një urinim të shpeshtë. Domethënë ti kur urinon shpesh edhe e hik helmet, i hik domethënë ato që i ki në organizëm. Pastaj thot ky ilaç është shumë efikas, thot sidomos kur devet kullotin dhe han kryesisht kamomel, trumz të but, bar deve e kështu me radhë. Qumshi i deveve që janë në kohën e mbarsjes është një çlirues i mirë dhe shumë i dobishëm për këtë smundje. Ky qumsh është shumë i dobishëm kur përdoret i ngrohtë. Kur përdoret i nxehtë është i dobishëm. Pastaj thot ashtu që del nga xhiri i devës. Momentin kur del nga xhiri i devës e ka një lloj nxehtësie, normalisht nuk është i nxehtë sikur kur ta zish, po e ka një lloj ngrohje. Sa është trupi dhe është i mirë për organizmin. Pihet së bashku me urinën e saj të ngrohtë. Domethënë pihet së bashku. Sikur se del nga kafsha, kjo ja shton edhe më shumë shijen e kripur dhe është më i efektshëm kur përzihen. Më thonë është më i efektshëm. Po ashtu ngjarja, thot nga ngjarja treguar nxirren disa mësime. Tash secili hadith kur transmetohet, dietarët nxjerrin dobi. Ka pas raste për një hadith pejgamberit alayhis salam, dietarët kanë bu libra, kanë shkruajt libra. Sheikh Abadi për shembull ka një libër për çështjen e do të thotë shtyllave të Islamit. Një libër. Shtyllat e Islamit janë 5. Ti mundesh një libër me shkruajt veç për namazin, për agjërimin. Sa na kemi libra, kemi shpjeguar për agjërimin një libër. 150 vaqe libri veç për agjërim. E lëra mo ti për 5 shtylla be bën një libër, apo. Mjekimi dhe përdorimi i ilaçeve për të arritur shërimin është i lejueshëm.
Domethënë këto janë mjete sebepe që lejohet me i marr ti për mu shëru. Dhe nuk ka ndalesë dhe nuk do të thotë që ti s'pi mbështetesh Allahut nëse i marrësh ilaçet. Nuk do me thonë. Se dikush mund të më thonë mbështetju Allahut, mos tani nesh. Mirë, unë i mbështet në Allahut, por se dhe i marr sebepet. Si ai personi i cili kur i than, thot ku e laje devin, tha ja lash Allahut. Ani thot thot lidhet devin e pastaj mbështetju Allahut. I ki parët, lejme një vend ku i mbron apo ku i run parët, shehtas diku ku nuk e din, edhe mbështetju Allahut. Mirë po jo valla midis rrugës pilo parët, unë po mbështetem në Allahun. Kjo s'është. Nuk i ke marrë ti sebepet për mi ti mbrojt Allahu subhanahu wa taala. Urina e kafshëve, të cilave u hahet mishi, konsiderohet e pastër. Konsiderohet e pastër. Urina e deves. Atyre që ju hahet mishi, urina e tyre konsiderohet e pastër. Sepse mjekimi me papastërti është i ndaluar. Në fe kemi të ndaluar me senet e papastra me u shëru. Më thonë nuk lejohet. A e ka leju Muhamedi a.s. shërimin me alkohol? Jo, është e papastër. Me mish derrit? Jo, është e papastër. A mundet me pas një shërim pjesërisht apo ku e diune? Po ka raste, për shembull thëshin përpara që vjami po, ose thëshin për punën e gurve në veshka apo në kanalet e urinës. Pini bira, sepse ajo e nxit me dal atë. Po ty ka lëngu i elbi, subhanallah. Ka lëngu i elbi. Ndoshta lëngu i elbi është ajo që të nxit për me qit urinimin, apo. Lejohet ekzekutimi, thot, i kriminalit në njëjtën mënyrë me të cilën ai ka vrarë viktimen e tij. Më thonë, Allah në Kur'an e ka përmend sy për sy, hund për hund. Më thonë, nëse ai ty ta ka hek syrin, edhe ti kimi a hek syrin. Do më thonë, shteti a hek syrin. Ka pas raste në kohën e Uthmanit, më doket, mos mu kapni për fjalë, do më thonë Uthmanit Omerit, çu po Uthmanit me Sadi, që njoni ka mshu grusht vllazni edhe ja ka çru synin. Ja ka çru synin me grusht. Hajde tash ti merre një person edhe dëmtoja syrin me grusht. A je i sigurt që ja dëmton syrin? Jo. Nuk e 100%. Menoju, kujtoju, para mëno që kanë bo, a di që kanë bo, subhanallah, për mja qëru synin, sepse ti ja ke qëru synin tjetërit. E kanë morë lazni pas syrin, subhanallah. Edhe në kohën kur ka qenë dill, ja kanë drejtu, me reflektim, ja kanë drejtu dillin të syni. Edhe ja kanë hap bebzën e synit, kështu. A për kuptani? Ja kanë hap, qil ja kanë lënë. Para mëno ti veç pak me këqyr dillin, qysh, do më thonë, të bëhet bardhë dhe nuk she disa sekunda. Ndërsa, pas qyrën e kalon disa minuta, Allahu ta'ala alem, edhe derisa e ka verbëru synin. Pse, se i ke bo zullum tjetërit. Do me ta falë diçka tjetër. Mirë po, nëse s'do me ta falë, e ka hak, mja dëmtu edhe ky syrin, derisa ja kanë dëmtu syrin edhe nuk ka pa. Sy për sy. Kush je ti? Mja dëmtu, dikonin me dëmtu, apo. Pastaj thot, agresori nëse vjedh edhe vret, meriton, thot, çka sipas Kur'anit, vjedhësit dhe vjedhësës i prehet dora, apo, dhe këmba, dhe pastaj vritet, thot. Qëre, njerë thot i prehet dora dhe këmba, pastaj thot vritet pse e ka vra personin. Sepse këtu janë dy krime, apo. Krimi i parë, çka ka bua i ka vjedh. Ja ka vjedh pasunin. Krimi i dytë e ka vra. Për të dy krimet, do më thonë, ekzekutohet. Shëriati, me pas shtet islamik, shtet shëriatik, apo halifet muslimanve, kushdo që vjedh, edhe kushdo që e mbyt një person, vritet. Vritet, ekzekutohet. Kush jeti me ma myt më fmin tem? Kush jeti me ma myt më babën tem? Ma ki ka shpirtin. Edhe, në fund me thonë, valla hajtë qkoja 15 djetë që aty në burg edhe dil për burgit. Ja. Si kur të kisht me qenë, dënimi me vdekje që to vrasje nuk ishin bo. Kish ra numri vrasjeve. Kish ra numri vrasjeve. Sepse vllazni, sa do që njeriu, se qërë, njeriu në ato momente, kur i vjen shejtani, thotë vrite, se të nxjerrin për burgit. Ki pare, ku e diun e rren urt, anej, këni, ja qel derën shejtani,
një deri aqel që thot hajde se so problem 10-15 vjet dalish me burgit. Shkojnë, do 20 vjet, ku e di unë, ka raste, domethënë që është i përhershëm. Mirë po i vjen shejtani, mirë po, a mundet mi orë shejtani dhe mi thonë, ti e vret, po do të vritesh? Jam shenjë për njerë. Si ta vret, e din që ka mu vra, prej shtetit. Kur ta din që ka mu vra, nalet. Kur ta din që nëse vjedh personi, i pritët dora, nuk vjedh. Nuk vjedh. Pse nuk vjedh? Sepse në një i shkon dora, e dyta, tani jetën ka mu bo me gisht që filoni është hajnë. Se a shojnë dorën se ka. E kjo është mësim për tjertë. Edhe turp është. Se njeriu vetë është i kriju me pas turp, paka shumë. Qoftë çështjet morali, qoftë vjedhjes, qoftë domethënë krimet që i bën. Nëse krimet e kryera janë disa, edhe ndëshkimi për ta shpërcohet. Kështu, ata tradhuan Islamin pasi e kishin pranuar, vran njeriu e pafajshëm, janë nxorën syt, thot kryen vjedhje dhe shfaqen armiqësi haptazi kundër Allah dhe pejgamberit të tij. Tradita e profetit tash për mjekimin e plagëve. Qysh i ka mjeku plagët, vartë që bën trup, qysh i ka mjeku. Në dy sahijet është rëfimi për Ebu Hazimit, se përcjell nga Sehli ibn Saad, kur u pyet se si mjekoi pejgamberi alayhis salam plagët, thot që morin e betejën e Uhudit, tha, atë ditë ju plagos ftyra, ju thyen dhëmbët pejgamberit, fytyrës së bekuar pejgamberit alayhis salam, dhe hekuri për krenarës ju ngul në kokë në luftën e Uhudit. Thot, plagët e tij i lante Fatimia, ndërsa Aliu thot i hidhte ujë. Kur Fatimia pa se gjaku vetë se poshtohej, qysh mja nalë tash gjakderden? Nuk kishte mjekësia sikur sot qysh është, apo? Atëherë tha, morin një copë hasër e dini, hasër a qka është. E dogji deri sa u bo hi. Këto janë mirë mi ditë vllazni, në rastet të caktuara, jemi një mal caktuar, edhe nuk ka emergjenca, apo? Deri sa të vjen emergjenca, ty gjakderdhe ti mundesh me shku, çka me bo, si me nal gjakin, e merr një hasër, e kall, e bën hi, pastaj thot të cilën pastaj e vendosin mbi plagët. Hinin e vendosit e plagët. Kështu gjakderdhja u ndërprej. Hini e ndërprem gjakderdhjen. Hini i hasrës që është, apo? Hasra ishte e thurur me gjethet të palmës. Në të vërtet, hiri i gjetheve të palmës ka veprim të fortë në ndalimin e gjakderdhjes. Ta nal gjakin. Për njerë ta nal gjakun. Aja është një mpikës shumë i mirë. Mpikës qka e koagulon gjakun. Ja shtrëngon, mpikëse, ape dini qka është, kur del gjaku prej lopës, kur të prejet qysh forcohet, që kjo është mpikje. Trombocitet janë, edhe ato trombocitet që janë cellizat e gjakut të bardha, të kuqe të bardha, eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet. Trombocitet çfarë funksioni kryjnë? Pllakësat e gjakut janë në momentin kur ti e pren, për një herë shkojnë te vendi për me të kurr, për me mpikës gjakin. Po njëkohësisht ka nevojë njeriu edhe për jashtit me ndihmu, sa ai vetë gjithashtu i bën. Nëse është varra shumë e madhe, duhet me pas edhe për jashtit, apo? Për shembull ti ta zom nëse i ki pak të preme, vetë ajo nalet. Ose çfarë thon mjek, të 3 minuta duhet me shtrëngu. Domethënë nëse 3 minuta e shtrëngon gishtin e ki veç pak, çto e shtrëngon, nalet gjaku. Sepse hin funksion trombocitet, edhe ti ndihmon, edhe ndalet gjaku me lenin Allah subhanahu wa taala. Po ashtu thot, ose thot hiri i gjetheve të palmës me vete ose i përzier me ufull, thot. Mund të ndalë rrjedhin e gjakut nga hunda, manen mend. Apo, më thonë hiri i gjetheve të palmës, më thonë nëse bashkohet me ufull, nëse i vendos në hund, ta nal gjakderdhjen e hundës. Tash udhëzimi i tij për kurimin me mjalt, kupa edhe djegje. Keni dëgju hadithet pejgamberit alayhis salam që e ka përmend mjaltën, fihi shifaun linnas, apo ka thonë Allahu në Kur'an në të ka shërim për njerëzit, për mjaltën, apo? Thot Sahihun e Buhariut është rëfimi nga Sahli ibn Xhubeiri që përcjell për Ibn Abbasit se ky nga pejgamberi alayhis salam ka thonë, shërimi ndodhet në 3 sene, 3 gjëra.
E ka tregu, shërimi është në çdo 3 sene. E para thot të konsumimi i mjaltit. Mjalti pas e dietarët e kanë komentuar dhe kanë thonë, është mirë mjalti mu tret me ujë të vakt. Kur tretet me ujë të vakt, ma mirë në organizëm tretet. Përthithet ma mirë. Se sa kur është ma i trash. Apo, mirë po, fillimisht po të tregon mënyrë të përgjithshme pejgamberi a.s. që shërimi është në 3 sene, e para është mjalti. Andaj në vazhdimsi me përdor mjalt. E dyta thot te hijamja. Dhe më thonë, heqja e gjakut në përmjet kupave. Dhe thot, djegjen me zjarë, por unë ndaloj umetin tim nga djegja me zjarë, kauterizimi që i thonë, për shemë dhe ki varën dhe me fut, dhe më thonë, një lloj si hekuri i nxeht apo si me zjarë që është për me e nal gjakderdin apo edhe me e, domethënë me shkatru infeksionin apo që është në organizëm. Bukur, lidhë me këtë Ebu Abdullah al-Maziri ka thënë gjendjet pletorike me tepri substancash vijnë nga tepria ose e gjakut ose e vrerit të verdh, ose këlbazës ose e vrerit të zi. Në këtë shkak, nëse shkak është gjaku i tepërt, atëherë çfarë? Duhet me nxjerr gjakun. Sot ka analizat të ndryshme të cilët e vrejnë që personi ka, domethënë, shumë gjak. Atëherë është mirë me bu hijamën dhe me tërheq gjakun. Ose çfarë me tërheq gjakun me dhon gjak nëpërmjet damarit që është direkt apo. Do të keni po vllazni ato që ju del gjaki kur ta prej këtu nëpër internet që ju shkon kështu si coral kështu. Që ju dalë keni po videot? A di çu shpi bëjshin ata? Ata këtu pe shtrëngojnë mirë, pe shtrëngojnë damarin këtu mirë. Shtrëngojnë edhe pi del damari kështu. Pi del damari. Veç pak pe prek edhe ai gjak prej enës, prej damarit, prej venës po del. Është normale abi. Që çtu nëse e shtrëngon kështu që tak e shtrëngon. Edhe veç prek e pak çu del gjaki. Mirë po, a del gjaku urdhë? Jo. Domethënë, kjo është mos bën eksperimente, mi thonë, apo kuptoj me një aspekt. Se disa vllazi tha, a ka mundësi që shtu, a ka mundësi. Nëse nuk e shtrëngon, nuk ka mundësi me dalë ashtu, se nuk del ashtu. Mirë po del nga vena. Ndërsa, këto që bën vllazni, se ka dallim, nxjerrja e gjakut nëpërmjet kupave edhe nxjerrja e gjakut nëpërmjet damarit, venave. Këto që shkojmë në spital dhe që e hekin gjakun, transfuzionet e gjakut, transfuzioni i gjakut, prej çkajt të hekin gjakun? Prej damarit, prej enës gjakut, prej venës e hekin. Ndërsa këto që bën nëpërmjet hijamës janë pjesë periferike, janë prej enëve, prej kapilarëve që dalin dhe nuk del shumë. Apo, ndërsa këtu prej damarit, unë e bëj një krahasim, puna e nxjerrjes gjakut nëpërmjet hijamës është sikur një lumë që ecë. Sikur një lumë që ecë. Dhe anash mbet. Ka ujë që mbet, apo? Ti nëse shkon në spital dhe nëpërmjet transfuzionit gjakut e hek, i bie që këtë lumë po e hek, nga lumi po e merr. Apo? Ndërsa hijamja i merr këto anash që janë këto që janë sipërfaqësore, mbetjet. Bravo. Se tu hec uji mbet në anën e majt apo në anën e djathtë. Dhe ti paramendo kur ta hek këto, e pastron. Sepse vjen ujë tjetër, vjen gjaku i tjetër. Sepse mund të mlidhen mikrobat e ndryshme, mund të koagulohet gjaku në ato vende, apo të shkaktohet embolia, të shkaktohet tromboza, gjitha këto gjëra, e ti çka bën? E pren dhe e tërheq nga ai vend. Kështu që, çka themi? Hijami është më e dobishme se sa vetë ajo që hiqet prej damarit të gjakut, enëve të gjakut, apo do thotë gjakut venos, që është se gjaku është venos edhe arterial. Gjaku arterial është i pastër, më thonë me O2, ndërsa gjaku venos është me CO2. Më thonë, çka themi? Atëre, çështa pejgamberi alayhis salatu wassalam tha që në 3 gjëra dhe djegjen me zjarr nuk e preferoj. Disa njerëz thonë se nëse edhe hijamja nuk sjell rezultatin e duhur, mënyra e fundit thotë është djegja me zjarr. Më thonë nuk është haram, kat'i, kështu e prer haram, nëse gjitha mundohesh me i bë dhe ka mbet e fundit me zjarr, atëherë e përdor edhe zjarrin me lejen Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot sepse pejgamberi sa ka përdorur atë në rastet kur ilaçet që mirë nuk kanë qenë efikase.
Dhe thot, por në hadith thot, unë ndaloj umetin tim nga djegja me zjarr, gjithashtu në hadith tjetër ai ka thënë, unë nuk preferoj të mjekohem me djegje. Kjo tregon se mjekimi me djegje duhet të evituar sa të jetë e mundur ose të përdorë vetëm në raste të domosdoshme, nuk duhet të nxitohemi të shkojmë për një herë, domethënë ta bëjmë këtë gjë. Sa i përket mjekimit nëpërmjet hijamës, kemi disa hadithe. Kemi disa hadithe të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kështu në Sunenin e Ibn Majahs, hadithi thot nga Ebu Hurajra, nga Enes ibn Maliku e rëfen, se pejgamberi sa ka thënë, natën e Isras, thot. Pe dini natën e Isras që është ngrit Muhamedi alayhi sallam lart në qiell. Apo është takuar me pejgamber të Allahut, domethënë në 7 palë qiej, nëpërmjet kafshës Burak, apo e ka marrë Muhamedin alayhi sallam. Dhe thot çfarë? Natën e Isras, sa herë që kaloja pra ndonjë grupi engjëjsh, sa heri kum po, me laqet, thot ata më thonin, urdhroje thot umetin tënd për hijame. Thot këta ditë transmeton të rinë, parameno, vllazni, veç pak analizone çështjen. Veç pak analizone çështjen. Me laqet e Allahut po të thojnë, thojnë Muhamedit alayhi salam, urdhroje umetin tënd me hijame. Këtu ka dobi të mëdha përderisa me laqet për të urdhënojnë. Normalisht me laqet të urdhënojnë me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Këtë hadith Tirmidhiu e ka sjell përmes rrugës së Ibn Abbasit dhe në të thuhet se engjëjt e porosisin atë duke i thënë bëj hijame o Muhammed. Po ashtu thot në dy sahihet nga Ibn Abbasi, pejgamberi ka kryer hijame dhe i ka dhënë hijam, domethënë atij që i bën hijame apo shpërblimin për punën e tij. Prej sunetit është kur dikush i bën hijame me i dhon, do thot pare sepse punë është ajo. Pastaj thot në librin El Jami të Tirmidhiut, thot është rrëfimi prej Abad ibn Mansurit se ka dëgjuar Ikrimen të thot nga Ibn Abbasi, kishte 3 robër që bënin hijame. 2 nga ata punonin dhe i jepnin atij një pjesë të fitimit, ndërsa i treti i bënte hijame atij vet Ibn Abbasit dhe tregonte thot se pejgamberi sa ka thënë, sa rob i mirë thot, sa rob i mirë është ai që u bën hijame të tjerëve. Paramendo, sa rob i mirë është ai që u bën hijame të tjerëve. Ai u largon gjakun e keq thot. Thot i lehtëson dhe u shkëlqen apo e forcon shikimin. Allah kur ti bëj disa vllaznive, ka disa se të disa ndikon më njëherë e vren për njëherë një lloj pregësie e ka në sy. Për një thot po shohë më pas se diçish mak fjallt për njëherë. Disa e kanë pas disa ditëve e vren apo. Thot çka ai thoshte gjithashtu se kur pejgamberi alayhis salam u ngjit në qiell natën e Isras dhe Mirajit, sa herë që kalonte pranë ndonjë grupi me lekësh i thonin bëj hijame. Domethënë e urdhonte Muhamedit s.a.s. me bo hijame. Tash dobit e kupave. Kupat janë ato, kupat vllazni më herët janë bo nëpërmjet gotave, më thonë që në qelqit, apo sot kanë dalë tash, mjekësia po evolon, apo mjetet e ndryshme po evolojnë, tash i bëjnë me plastik edhe me pump, apo lejohet, më herët i kanë bo me zjarr, zjarë e kanë marrë një flet, apo një gazet, apo ko e dione, e kanë kodh dhe e kanë shtit te gota e qelqit dhe për një herë e kanë vendos në lëkur dhe ajo e ka tërhek oksigjenin dhe kur t'hiqet oksigjenin, kur s'ka oksigjen ajer, kur s'ka oksigjen o dysh, ajo e tërhek, e ngrej, vetiu e ngrej. Ndërsa kjo nëpërmjet kupave, kjo nëpërmjet makinës, a çka ti themi, kësaj pumpës, e ke ti je kontrollor vet. Sa dush e tërhek dhe sa dush e lëshon. Apo edhe normalisht i bën për shembull kupat i bën një përdorimshe ato që janë plastike për secilin person që mos mu shkaktojë infeksioni. Apo për shembull dikush e ka mund me pas tazom një infeksion viral hepatitin tazom. Sa rrallëkun e ka. Do ti vetë si po bosh hajër ti e merr atë gjakun prej atij ja çet këtij. Ja qëtë mikrobe, dhe më thonë, është problematike, ndërsa se i përket qelqit, do të thotë gotave qelqit, gjamit, apo, këtë nuk ka problem mu pastru, mu sterilizu. Apo sterilizohen, për para kanë qenë, edhe sot janë, sterilizimet që janë të thata, vendosen, dhe më thonë ato, me ajër të nxehtë sterilizohen, po ka edhe nëpërmjet ujit që zihen. Para vllazni janë konë shiringat, ju s'pëdi pak matri, si keni mëri, ka pas shiringa që i kanë zi, shprica që i kanë zi, po.
Baba jam I ka pas si kaset, në qutë ato, kaset, edhe I qitke aty, edhe e mushke me ujë, edhe I zike në ploqe qitke, e zike, e like disa minuta, aty mikrobi nuk qëndra 100 gradë. Në 100 gradë, disa minuta, si të vendoset, e më thonë, si të zijet ajo, është gjam I zim ajo, që e ban zimin, apo? Pastaj kanë dalë shpricat, ta shpricat I kime dhe të sen, nuk ja vlen më marë me atë punti, me shku, edhe nuk ka nevoj më marë me shpricat e qelqit, apo? Nxjerrja e gjakut me anë të kupave është trajtimi më I mirë kur flitet për pastrimin e pjesëve të jashtme të trupit, ndërsa prerja sipërfaqësore ose shpimi I veneve është më efikas kur duhet të nxjerret nga pjesët e brendshme të trupit, me kupa mund të heqësh gjak nga pjesët të ndryshme të lëkurës, apo? Për të gjykuar drejt se cila nga dy metoda është më e mira për të zbatuar, duhet parë vlerësuar koha, vendi, mosha, gjendja të smujt. Për shembull, metoda me kupa është më e mirë në vende të ngrohta, thotë. Dhe thotë me klim të ngrohtë, me njerëz me temperament të nxehtë, thotë gjaku, domethënë substanca dëmtuese të gjakut, të cilëve është afër maturimit. Kupat gjithashtu janë më të mira për fëmijët dhe për ata që nuk përballojnë dot shpimin e venave. Më thonë, kupat e kanë ma letë fëmija, se sa, shpëkqyrke, mashallah. Kupat janë ma letë tek fëmijët, se sa mi marrë gjak të fëmijës gjatë gjurpon me fut, apo se gjurpona nuk është sikur mikrosistemi apo baby sistemi që shpohet beba, po duhet më konë pak ma e trash, apo që me tërhek gjakun. Mjekët pajtohen me faktin se heqja e gjakut me kupa është trajtimi më I mirë I njerëzve në viset e nxehta në botën arabe, se sa shpimi I damarve. Dhe sa ajo është e këshillueshme të bëhet në mesin e muajit hënor. Që me muajt hënor, çdo sen në fe e kemi me muajt hënor. Mile bile, edhe pse jo besimtarët, jo musliman, I llogaritin takfimin, kalendarin me muaj diellor, apo që është 2025, mirë po vllazni, kur të vjen çështja tek llogaria e shtatzanis në mënyrë të sakt me muajt lunar apo muajt hënor I vlerësajnë. I shikojnë. Dhe më thonë edhe e masin e këqyrin thot menstruacioni I fundit ja shtojnë muajt dhe të kallëzojnë që çdo ditë kime lind. Apo që ditë kime mirë, po me çka? Me muajt hënor, jo me muajt diellor. Pastaj s'mujnë me ik. Ka një, domethënë me një aspekt me muajt diellor e kanë bë mirë, po prap disa aspekte në mënyrë të saktë kimu kthy tek feja islame. Thot çka? Ose pas kësaj periudhe, domethënë mesin e muajit hënor, ose më mirë në çerekun e fundit këtij muaji. Domethënë e dini që është sunet 17-19-21. 17-19-21 muajt hënor, apo hijri që thënë. Në fillim të muajit gjaku nis edhe irritohet. Në fillim të muajit hënor irritohet. Pastaj thot në fund të muajit ai ftohet edhe plagështohet. Kësaj në mes të muajit ose në fillim të çerekut të fundit të muajit ai është duke vluar dhe me sasi të madhe dhe më mirë është me dal gjaku në ato momente. Për atë arsye pejgamberi sa ka thënë 17-19-21. Pse? Se është koha e vlimit gjakut. Dhe është më mirë me nxjerr gjakun në ato ditë. Po a do të thotë që nuk lejohet edhe në fillim të muajit? Jo, lejohet kur ka nevojë njeriu. Po flasim që është më mirë. Në 17-19-21. Pejgamberi alayhi salam thot mënyra më e mirë me të cilën mund të mjekoni është ajo me kupa, por në këtë hadith pejgamberi flet për banorët e Hijazit dhe të vendeve të nxehta. Pra për ta hijami është gjëja më e mirë, arsyeja është se gjaku I tyre është më I holl, ndodhet më afër sipërfaqes së lëkurës. Porët I kanë më të mëdha, ndërsa fuqia fizike është e ulët. Hajde mashallah. Ja nise me bot ders të ti, ja. Fitja e gjakut me kupa në hapësirën mes dy shpatullave. Dy shpatullave që kjo është, zaten baza që bëhet, thot kuron dhemjen e shpatullave dhe të qafës. Në thonë nëse bëhet mes dy shpatulla e kuron dhe thot shpatullën e qafën. Ndërsa kupat në dy damarët e pasme të qafës ndihmon në shërimin e smundjeve të kokës dhe të pjesëve të saj, fytyra, dhëmbët, syt, veshët, hunda, fyti, nëse ato vinë për shkak të gjakut të shumt apo gjakut të prishur, do të thonë apo të dyja së bashku. Më thonë mund të ketë ndonjë
ndonjë pikse, apo dhe ti bosh sebeb që mund të tërhek ai gjak me lejen Allahut subhanahu wa taala. Ka raste ku disa kanë thonë që edhe shejtani mund të dalë nëpërmjet hijamës, se pejgamberi sa ka thonë xhenet apo shejatinët thotë sillen nëpërmjet enëve të gjakut. Ka raste për shembull ku mbojë hijame, edhe në momentin kur ja kum qit gotën ka dalë prej sistemit të jetës normale. Apo, domethënë ka piskat, domethënë ka dalë ushqike që u prish fytyra me një aspekt, vetëm pse e kum vendos kupën. Veç pse kum vendos kupën, mas e mjanis me prej mos diskutohet ajo dhe më shumë, apo piskat do ke me dal mendsh me dal çat shumë që ka pas, domethënë sulm prej gjinëve, se nuk e durojnë gjinët. Dhembjen që ju shkakton gjinëve është më e madhe se sa ty që të shkakton ajo dhimbje, po njëkohësisht në çat moment ajo kur i shkakton aty me dhimbje edhe ti ke dhimbje, apo se është brenda trupit tënd. Po ashtu thot Enesi radiallahu anhu ka thënë se pejgamberi sa ka bërë hijamën hapësirën mes dy shpatullave dhe në të dy damarët e pasme të qafës. Në disa jetë është hadithi prej Enesit se pejgamberi sa bënte hijame në 3 vende, një hapësirë mes dy shpatullave dhe në 2 vendet e pasme të qafës, po ashtu ka bërë në kokë gjatë kohës kur ishte muhrim në haxh për shkak të një dhembje që ndjente në të. Zakonisht ata që insistojnë me bën kokë ja u bëj. Mirë po, në përgjithësi i largohem kokës. Koka është vend delikat vëllazë. Koka është vend delikat. Ka raste të caktuara. Nëse nuk je i kujdesshëm te i mase, do të më koni kujdesshëm, mundesh me shkaktu edhe harres. Domethënë duhet me pas kujdes se ku me bë, do të thot hijamën. Mjafton vllaje, e bën çtu poshtë, kjo e tërhek në 4 onë. Apo e tërhek në 4 onë. Tregoj që Hoxha Arbri pa tregu e pa dëbo një hijame, edhe e pa dëbo çtu e pa dëbo. Edhe subhanallah, tha fillova turbullt me bë. E nisi mutut mase ai që bënte hijame. Rrezikon fytyrë, rrezikon vllazi. Fytyra ka fije nervore ka. Paramendo se fijet nuk jo kur gjo damart enët e gjakut mu dëmtu. Nuk është kur gjo se ato regenerohen. Ato regenerohen. A dikush nuk regenerohet? Qelizat nervore. Fijet nervore nëse prehen, dëmtohen. Që unë e sot asaj dite, qëto nuk e një, ku më kallëzu. Qëto që nuk e një, kur pa ta shku te berberi. Me briskruzës, me briskruzëve dorën e kumë qua dhe krap, u qel. Edhe nuk e një, pse nuk e një shtrot pytja? Kjo u mshel. Kjo të dora u mshel, që kur gjo vrejet kjo prerja. Mirë po, fijet nervore aty mon nuk janë, se janë prejën dëntu. Para 25-30 vjetëve unë kur e kumë bo këta, 25 vjetëve, edhe nuk janë regeneru ato fije nervore. Janë prej. Edhe kur prejet fija nervore, si kur një tel që e qënë rrymën, tek baza, kur prejet, që shka me shku rryma në tru? Te baza nuk shkan. Dhe për atë arsye ti, mund është me prek, edhe nuk ndin asgjë. E ndin një lloj ndjeshmërie të përgjithshme, se normalisht na shko fije nervore, po një sikur me bë bum bum kështu, apo kupton? Që jep, domethënë e jep spoj tjetri apo fija nervore tjetër. Për atë arsye, në fytyrë duhet me pas kujdes. Pas kujdes, keni po o vllazni, secili që shkon kur bën operacione në trum për shembull, pa lënë pak një lloj dëmtimi pas operacionit o problematike. Përveç kon Allahu don. Shumica kur bëjnë operacione në kokë kanë me pas pasoja. Diçka kanë me pas pasoja, ose goja shkon nalt, ose fytyra, ose i prishet, domethënë ose syni, ose i prishet artikulimi i fjalëve, suni lidh fjalët. Ose fjalët i thot ndryshe, suni shqipton, truni është delikat. Truni është delikat. Po ja bone ti habibi. Ja valla unë e di, tamam në rregull dish veç ki kujdes te koka. Te koka ki kujdes, sepse është sen i ndishëm koka, subhanallah. Mendon që po bën hajër? Për shembull ki tazom ose që thajnë. Ose ani ose knej. Ma keq, ma s'ka mundësi me ndo, në atë konteksti ma keq se keq,
me provu që me bo kurimi nëpërmjet kokës me hijame sen, atëre bëje inshallah taala. Ama ti ketë mirë për një çështje shumë, jo valla s'po merr xhumi sen, hade në kokë. Jo, largoj kokës. Bëne në shtëpinë vllaja, në shtëpinë afër çtu te qafa bëne e tërheq prej kokës gjakun. Sa e tërheq, në 4 orë tërheq, kështu e tërheq gjakun. Kështu që me pas kujdes tek koka. Po ashtu thot kupat në gropën e zverkut. Zverku, a dini çka është zverku që ke këtu? Occipitale, që kjo është zverku. Çto është zverku poshtë. Mjekët kanë dhënë opinione të ndryshme rreth rolit kupave në gropën e zverkut. Disa prej tyre e përkrojnë këtë mënyrë të hijamës, duke thënë se ndihmon kundra daljes jo normale të kokërdhokëve të syrit. Dishi disa i kanë pak si të nxjerrta syt, a e keni vërejt? E që kjo ndikon që te kur ta tërheq gjakun, ndikon që me orë në vend. Me të ra në vend me lenë Allahut, se është afër habibi. Është afër, ti mendon se është larg, po është afër se mrena është. Vetëm për një lidhje të. Çto synit ti çto e bën? Veç që tërheq ai gjakun, edhe syt, domethënë bin në vend me lenë Allahut subhanahu wa taala. Kundra rëndimit të çepallave, thot po ashtu thot dhe kundra zgjebës në kapakët e syrit. Ebu Nuaimi thot Ebu Nuaimi në librin e tij Mjekësia profetike përmend një hadith mërfu. Hadithi mërfu, vllazni, thuhet hadithi që është në drejtim të, domethënë që shkon tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ku thuhet: bëni hijame në gropën e zverkut, se me të vërtetë ajo shëron 5 lloje të smundjeve. Dhe mes tyre përmendi lebrozën. Ndërsa një hadith tjetër thotë bëni hijame në gropën e zverkut, sepse ajo kuron 72 sëmundje. 72 sëmundje. Mirë po thot, këtë hadith e ka përmendur Sujutiu, ku ja atribon Imam Taberaniu, Ibn Sini dhe Ebu Nuaimit. Sipas Sujutit, ky hadith vjen prej Suhejbit, i cili është transmetuesi dopt. Ka një hadith tjetër që thot me bo këtu, nëse bo tëmthi, domethënë quhet një vend, aty edhe ku tajohet një hormon i caktuar, nëse bëhet është shërues i shumë smundjeve, mbi 70 smundje. Imam Ahmeti thot, kur pati nevojë për të bërë hijame, nuk e bëri atë në gropën e zverkut, por në 2 anët e saj. Midis, nuk e boni, por në 2 anët e saj. Thot autori i librit Ligjet e Mjekësisë, nuk e pëlqente hijama në gropën e zverkut. Thot duke thënë sepse ajo shkakton harres. Mund të shkaktoj harres, për atë arsye nuk e preferon me e bo në gropën e zverkut. Të tjerët e kundërshtuan fjalën e tij, duke thënë se hadithi ku mbështetet ai është i pasakt. Domethënë që shkakton harresën. Por edhe nëse do të ishte i sakt, thonë ata, kjo lloj hijami e dobson trurin, pa qenë e nevojshme, dhe thë kur gjaku është shtuar dhe nxjerrja e tij është e nevojshme, atëherë lejohet edhe në gropën e zverkut me bo, do thotë hijama dhe nuk ka problem. Bërja e hijamës thot është përcjell saktësisht nga pejgamberi alayhis salam, se ai e bënte prapaqafës, në zonën prapaqafës, sipas nevojës, dhe thot bërja e hijamës në nofull, ndihmon kundër dhembjes së dhëmbëve, se është afër apo? Është afër. Smundjeve të fytyrës, pastrimin e kokës, nofullave zvoglon dhembjen në fyt dhe thot nëse përdoret në kokë, kupat në pjesën e fundit të kraharorit, se bëhet edhe përpara, se këtë mendojnë që vetëm mrapa bëhet, mirë po bëhet edhe përpara, thot luftojnë puçrat, pezmatimin dhe zgjeben që shfaqet në kofsh. Ato ndihmojnë edhe kundra cermës, majasilit, edhe fryerjes së këmbëve dhe kruarjes në kurriz. Dhe në takimin e radhës, inshallahu taala, do të flasim për udhëzimet e pejgamberit alayhis salam në lidhje me kohën. Kur do thot është mirë, si shtam 17-19 do t'i trajtojmë me lejen e Allahut, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Bismillah.